perëndimore të pjesës gadishullit Koran. Pra, kjo është ajo, e ashtu quajtura flota e mushkonjave, mos gabohem. Flota mushkonjave me detyrë sulmet asimetrike. Dhe në shtesë të këtyre, të gjitha këto skafe kanë aftësi dhe kapacitete të lëshojnë nga 6 deri në 10 mina magnetike, në mënyrë të veçantë pyet përmend 2 copë, maham 3-shin dhe maham 7-ën, minat cilat kanë 300 kg eksploziv dhe shpërndarja tyre për gjatë territorit të ngushticës Hormuzit e pamundson 100% lëvizjen e lirë nga mjetet ushtarake, qofshin këto më modernët, që ka pa diskutim flota amerikane, aq më tepër për anijet e transportit gazit dhe të naftës. E dëgjoj shumë këtë periudhë, këtë idenë që janë shpërndarja, kjo është njoftimi i presidentit Trump. E dëgjoj shpesh këtë, kolonel, po a është, le të themi, e vërtet që Irani e ka minuar, ka lëshuar mina në ngushticën e Hormuzit, sepse flitet për ato mine sweepers që janë në rajon? Sipas Twitterit presidentit Trump, ai ka urdhëruar fillimin e operacioneve të pastrimit. Më lejo të siguroj që këto operacione i ka marrë përsipër Britania e Madhe për shkak se një pjesë e madhe, në mos mbi 95% e këtyre mjeteve të cilat për momentin dukeshin si të dale jashtë kohe, janë decommissioned nga flota ushtarake amerikane dhe në dispozicion është vetëm një numër shumë i vogël. Në shtesë edhe të rreziqeve dhe kërcënimeve, pasi nuk kemi një mundësi për lëvizjen e lirë të këtyre mjeteve për operacionet e pastrimit minave, për shkak se në mënyrë që operacionet e përdorimit të këtyre anijeve të ishin sa më të sigurta, do të duhej që të kishte liri veprime, gjë të cilën Garda Revolucionare nuk ja u lejon anijeve ose luftanijeve amerikane ose të vendeve kundërshtare, siç janë Britania e Madhe, Franca dhe jo vetëm. Më thatë, kolonel, që janë të pajisur edhe me torpido. Çfarë janë torpidot? Po, silurat, që i kemi pasqyrt në kohën e... Me silura, përmes cilave mund godasin cisternat apo anijet e transportit. Silurat kryesisht kanë mision goditjen e luftanijeve. Ndërkohë, kolonel, kjo ideja që mund kemi një armpushim më të gjatë në ditët në vazhdim, është krejtësisht e mundur, por të bën përshtypje që sa vjen edhe shtohet, le të themi, shtohen aeroplanbajtëset, shtohen avionët, shtohen nëndecet për rreth Iranit. Cili mendohet se do jetë hapi i radhës në rast se dështojnë negociatat për një good deal apo për një deal të madh që pretendon marrëveshje të madhe që pretendon presidenti Trump? Unë shpresoj që kjo kohë e dhënë dispozicion nga presidenti i Amerikës të shfrytëzohet nga grupi negociator i Iranit me qëllim të deeskalimit të situatës. Për shkak se duke marrë në konsiderat edhe këtë quhen ushtarake që quhet refit and recovery, pra rigrumullimi i forcave, rimarrja e rifreskimi i forcave dhe korrigjimi, le të themi, gabimeve në kuptimin e mbyllja e boshllëqeve, të cilat janë shfrytzuar nga raketat balistike të Iranit, raketat detare, dronët, por jo vetëm, edhe nga pjesa tjetër e grupeve proxy, grupet në Irak, grupet në Yemen, grupet në Liban, nga Hezbollah, të shërbej për të krijuar kushtet. Por që t'jemi sinqert me ju, duke marrë në konsiderat edhe kërkesën e Shtetet Bashkuara të Amerikës për një siguri strategjike dhe kontroll të plot, edhe mbi ngushticën e Hormuzit, edhe mbi proliferimin, pra mos shpërndarjen, mos mbylljen e plot të programit atomik, dhe kërkesat e mëdha maksimaliste të Iranit
qasjen e lirë në sistemin ndërkombëtar, mundësinë për eksport lirë të naftës, garanci ligjore që SHBA-t nuk do të rriqen nga marrëveshjet, garanci juridike dhe politike që nuk do të dalin sërvish nga një marrëveshje, njohja e drejtës për pasurim uraniumi, heqja e listës heqja nga listat e organizatave terroriste për IRGC-n, lirimi i aseteve të ngrira, kufizimi i presionit ushtarak rajonal, heqja e kërkesave për mosmbështetjen e grupeve proxy, më duken që janë me qindra kilometra larg. Dhe për këtë arsye, unë personalisht e shikoj si të pamundur. Megjithatë, kjo kohë është e zgjuar, kjo zgjatja e presionit presidentit Trump mund të shërbej dy objektivave, spari për të krijuar kushtet dhe forcuar fuqinë luftarake, dhe s'dyti për t'i dhënë edhe një mundësi shtesë Iranit, për cilën nuk besoj që Irani do i plotësoj këto kushte. Ndërkohë, në Al Jazeera lexova dritan, në 1 maj mbushen 2 muaj nga nisja e këtij operacioni. Pas 2 muajve pritet që presidenti Trump t'i bëj thirrje Kongresit, sepse sipas legjislacionit, dhe kjo nisur nga ajo që lexova, duhet që të ketë një miratim tani më nga Kongresi. Sa e kufizon kjo datë aksionin apo operacionin që pritet që Trump të ndërmarrë në rast se dështoj negociatat gjithmonë? Pa diskutim që do t'ishte mirë që presidenti në mënyrë që të siguronte dhe vazhdimsinë, edhe të justifikonte edhe në rast se ky konflikt do të eskalonte, dhe unë mendoj që ky konflikt do të eskaloj, sepse të gjitha indikacionet janë të tilla, për shkak se Irani tashmë që drejtohet nga një grup njerëzish të cilët janë shumë herë më ekstrem se sa Ayatollah Ali Khamenei, dhe pavarësisht faktit që Irani ka presidentin Pezeshkian, kryetarin e parlamentit Galibaf, ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, ky konflikt nuk bëri asgjë tjetër, asgjësimi i strukturave më të larta të komandim kontrollit politik, siç ishte Ali Khamenei, ka hap kutinë e Pandorës. Dhe unë këta kam thënë një vit e gjysmë përpara. Në rast se do të ekzekutojnë Ayatollah Khamenei, do të jetë një gabim shumë i madh për Izraelin, nga Izraeli, për shkak se ai ishte i vetmi person që kishte në dorë frenat. Pra një fjalë e tij, një dalje e tij publike, mos të bëhet kjo, nuk guxonte njeri. Tashmë fatet e Iranit i kanë marrë komandusit, drejtuesit e gardës revolucionare, të cilët edhe zgjodhën Mujtaba Khomeinin, që të thotë do të jetë shumë herë më e vështirë për Iranin që të ulet në tryezë me kërkesat e perëndimit. Nga një anë, dhe nga ana tjetër, tashmë Irani ka kuptuar që jo se ka mundësi, nuk ka si shans që ta fitojë luftën, por ka mundësi që të mos e humbi luftën duke e fituar luftën. E qartë. Ndërkohë, kolonel, mbetem tek ideja që në rast të Shtetet e Bashkuara të Amerikës avancojnë, fjala vjen tek parajmërimi që ka bërë presidenti Trump, te infrastruktura energjetike, te goditja e centraleve bërthamore, e tjerë, çka do të ishte një përshkallëzim jashtëzakonisht i rëndë. Si mendohet të jetë kundërpërgjigja e Iranit, sepse paktën me këtë luftën që filloi në datë 28 i befasoi të gjithë, ku fokusin nuk kishte më Izraelin, po fokusin kishte bazat amerikane dhe goditjen e vendeve të gjirit. Irani, pavarësisht është një vend kundërshtar i joni, jo vetëm i Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë i Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu, me shumë zgjuarsi ka kuptuar që ka disa fuqi. Së pari, fuqia parë që ka ishte bllokimi, pra i asaj që ka thënë edhe ish presidenti Medvedev. Irani tashmë kuptoi që ka një forcë më të madhe se bomba atomike. Që do të thotë,
bllokimin e ngushticës së Hormuzit. Në minutat në vijim besoj që do ta elaborojmë edhe cilat janë kurset e veprimit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe 6 vendeve të GCC-s për të krijuar disa kushte të tjera. Por që së pari, së dyti, kuptoj që pavarësisht fuqisë pasfidueshme, pa imagjinueshme, ajrore, detare, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit, përsëri doktrina, strategjia saj ushtarake asimetrike, luftës asimetrike, e bazuar në të gjitha elementet që i kemi thënë edhe herë të kaluara, e pamundson një fitore të pastër strategjike për sa kohë që nuk kemi dislokimin e të paktën 200-300.000 trupave në teren, gjë e cila do të rrezikonte më tepër jetën e ushtarëve amerikanë, do të rriste kostot e me radhë. Dhe së fundi, ajo që ka kuptuar Irani është dhe që ka zbatuar, pra duke dhënë një mesazh amerikanëve, që për sa kohë që ju do ta eskaloni konfliktin ushtarak, kudo që ju do godisni, Irani faktikisht dhe fatkeqësisht vërtetoi që në të gjitha rastet kur Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës eskalojnë duke godit objektivat energjetike, të naftës, të gazit, petrokimiket, infrastrukturoret, teknologjiket, në të gjitha rastet në mënyrë proporcionale ka goditur vendet e gjirit dhe Izraelin. Dhe këtu jo vetëm kompanitë e tyre, por në mënyrë të veçantë të gjitha investimet amerikane, edhe në Katar, edhe në Emiratet Bashkuara Arabe, edhe në Bahrein, Gjordani dhe deri në Izrael. Ndërkohë, kolonel, këto janë lajmet pa konfirmuara, po e lidhin edhe shkarkimin e sekretarit të flotës detare amerikane, zotit John Phelan, e lidhin me faktin sikur ai ka refuzuar që të jap kodet bërthamore, apo të miratoj, apo të konfirmoj kodet bërthamore të cilat Trump ja ka kërkuar. Këtu jemi në burime mediatike, të pa konfirmuara dhe mund të them edhe gati spekulative, por ajo që dua të them është mundësia një skenari bërthamor në rastin konkret dhe pse qarkullojnë lajme të tilla në media shumë prestigjioze. Absolutisht gjitha opsionet janë në tryezë, por për sa kohë që jemi aktualisht në këtë situatë që ndodhet sot, ky konflikt, nuk kemi në fazën maksimale të përshkallëzimit. Unë mendoj që opsionet Samson, siç e dini ju që janë pjesë e doktrinës së Izraelit, kanë qenë disa nga shqetësimet kryesore të analistëve më kryesor, më të rëndësishëm që ka bota, si opsione të fundit në rast se ky konflikt do të eskalonte dhe do të vazhdonte më gjatë, për shkak se dihej që numri i sistemeve ushtarake të mbrojtjes kundërore të Izraelit dhe sasia e tyre gjendeshin drejt përfundimit. Dhe për këtë arsye, në rast se do të eskaloshin sulmet ajrore nga Irani, mund të shkojë drejt një opsioni bërthamor. Unë e shikoj si shumë të rrezikshëm përdorimin e armëve bërthamore për shkak se përdorimi i armëve bërthamore, edhe për shkak të territorit shumë të madh që ka Irani, do të kërkojë përdorimi i shumë armëve nukleare taktike dhe përdorimi i armëve bërthamore do të krijonte kushtet që pavarësisht shkatrimeve të jashtëzakonshme që mund të sillte ai, Irani pastaj mundet që brenda një kohe të shkurtër të armatose me armë nukleare. Dhe kjo pastaj do të ishte e kundërta. Dhe kushdo që thot programi nuklear i Iranit është shkatruar, ose gënjen, ose nuk ka informacion për mënyrën se si është organizuar, investimet e mëdha në këtë fushë për gjatë 30 viteve të fundit në mënyrë të veçantë, të paktën nga 2003 deri në 2026, që janë 23 vjet, po ka filluar më përpara, 15 vite më përpara,
cilësinë dhe aftësitë e SPND-s, që është organi më sekret në shtet në qarq të krijimit të armëve bërthamore, pra Kaveri, mbulesa, është programi civil bërthamor iranian, ndërkohë Garda Revolucionare, Komanda e Hapësirës, drejton SPND-n, që është një program në cilin deri sot janë investu hiç më pak se minimalisht 400 deri në 600 miliard dollar dhe shpenzimet 400-600 miliard dollar në programin bërthamor të Iranit për gjatë 30 viteve të fundit nuk korrespondojnë me së pari me deklaratat që nuk ka interes për të bërë armë bërthamore, siç deklarojnë drejtuesit e Iranit, dhe së dyti me shkatrimin e saj për shkak se ishte shpërndar në shumë vende. Dhe faktet e inteligjencës janë që Irani në rast se do tentonte për ta krijuar armën bërthamore, i ka të gjitha elementet, sigurisht ajo që e ka ndaluar ka qenë fatvaja, jo pamundësia apo mungesa e ekspertizës. Pra fatvaja e Ali Khameneit. Që sot nuk ekziston për shkak se ai është person i azhësuar. Kështu që në këtë rast ka rënë ajo diga që e ndalonte formalisht Iranin të shkonte te bomba bërthamore. Dhe përdorimi i këtyre armëve bërthamore nga ana amerikane apo nga Izraeli do të provokonte një përshpejtim të tillë. Dhe së fundi, për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, nuk besoj që sekretari i flotës mund të guxoj të mos i japi kodet presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që nuk funksionon kështu siç e analizuat ju dhe siç thatë janë mediat. Sigurisht, si rumors quhen në gjuhën popullore, presidenti i Amerikës ka valigjen e vet dhe chairmani, shefi i shtabit përgjithshëm, i shefave të shtabeve të përgjithshëm të 4 komandave kryesore ka valigjen e vet. Nuk funksionon që çdo sekretar ka valigjen e tij. E qartë, kështu që ndërkohë kolonel, më bën përshtypje që Trump, kur shtyu armëpushimin, deklaroi që do ta bëjmë këtë si kërkesë që na e kanë bërë aleatët tanë që janë ndërmjetës në këtë negociat, për shkak se ka një çarje apo një mosrakordim, po them, edhe brenda vetë drejtuesve të Iranit. Si qëndron e vërteta se ka patur edhe një reagim të një përfaqësuesi të një zyrtarit Gardës Revolucionare që ka thënë që nuk mund ta lirojmë ne ngushtisën e Hormuzit nga Twitteri i një idioti, çka është interpretuar që ka lidhje me ministrin e jashtëm, por do doja të kuptoja si është situata në të vërtet brenda elitës udhëheqëse të Iranit. Pa diskutim që ka një përçarje, për shkak se Garda Revolucionare iraniane, drejtuesit e saj, për shembull, më lejo të citoj komandantin e hapësirës, Majidin, general Majidin, ose komandantin e përgjithshëm të Gardës Revolucionare, general Vahidin, Ahmed Validi, i cili ka qenë ministër i mbrojtjes, komandant i forcave Quds para Qasem Sulejmanit, komandant ministër i brendshëm e me radhë. Janë njerëz të cilët njohin vetëm Mujtaba Khomeinin. Për ta komplet pjesa tjetër, qoftë presidenti Pezeshkian, qoftë ministri i jashtëm, se Garibafi, kryetari i parlamentit, është pjesë e grupit të përfaqësuesve të grupit të ashpër, të linjës ashpër. Dhe në të gjitha rastet kur ka pas probleme, Ayatollah Khomeini, personi që ka shku të komunikoj me Huthit dhe personi që ka shku të komunikoj drejt për drejt në Beirut,